Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërish tek problematikat më të mprehta me të cilat ballafaqohet rajoni ynë problematik në këtë gjeopolitik të jetë komplekse dhe të vështirë. Në pjesën e parë të këtij emisioni, unë do të kem një lidhje direkte me Novi Sadin në Serbi për të kuptuar ecurin afatshkurtër të zhvillimeve politike dhe impaktin që kanë zhvillimet ndërkombëtare në Serbi dhe në qasjen që ajo ka dhe do të ketë gjatë vitit 2026 në dialogun me Kosovën. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte të kem zotin Nenad Çanak, ish politikan dhe njëri prej figurave më të njohur të analizës politike dhe gjeopolitike në Serbi. Zoti Çanak, ju falenderoj që gjetët kohë sërish. Jemi në lidhje direkte me zotin Çanak, por derisa ta stabilizojmë plotësisht atë, doja t'ju njoftoja të nderuar shikues që unë në studio jam me profesoren Enver Bytyçin, njërin prej studiosëve më të njohur të gjeopolitikës. Profesor, ju falenderoj që erdhët. Faleminderit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor, doja ta nisja me opinionin tuaj për aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku thuhet qartësisht se Kosova bëhet pjesë zyrtare e interesit strategjik amerikan në Ballkan dhe në Europë. Ndjesia fillestare që ju patët pasi u publikua një fakt i tillë? Sigurisht që është një akt shumë i rëndësishëm. Do të thoja është një nga ngjarjet më të rëndësishme mas njohjes së pavarësisë së Kosovës, sepse garanton jo vetëm pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës, por edhe integritetin territorial të saj, në mënyrë eksplicite, por edhe sepse Kosova juridikisht tashmë, praktikisht ka qenë vazhdimisht, po juridikisht tashmë njihet si zonë influence e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përpasoj ka mbrojtjen e drejt për drejt të saj. Është fat, sepse rrallë vende kanë një trajtim të tillë në glob edhe në rajon absolutisht, çka do të thotë se pozicioni i Kosovës në arenën ndërkombëtare do të forcohet, Kosova do të zhvillohet nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja e sigurisë dhe do të ketë një vend të nderuar dhe të respektuar në mesin e vendeve të tjera, pavarësisht do të ketë ose jo një ulse në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kjo do të thotë edhe diçka tjetër, se Kosova tashmë është shumë më afër antarësimit në NATO, derisa Shtetet Bashkuara të Amerikës janë leadershipi i NATO-s, se sa ka qenë një ditë përpara se të nënshkruhej ai ligj nga presidenti Trump, natyrisht i miratuar nga Kongresi Amerikan. Si e keni parë faktin që ato elemente të rëndësishme që nënvizohet për sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, njohje reciproke në fund të dialogut, nuk ka ndryshim apo lëvizje kufish, Kosova drejt NATO-s që ju e përmendët dhe do dënoj ashpër shkeljet e ligjit dhe dhunimin e demokracisë nga aktorët në Ballkan. Të gjitha këto elemente dëshmojnë për atë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo pa qëllim kanë qëndruar jashtë dialogut të Kosovës me Serbinë. Sigurisht ata kanë qenë prezent, por përgjegjësia dhe aktiviteti i këtij dialogu është mbuluar nga autoritetet e Brukselit dhe jo nga Washingtoni. Qëndrimi i jashtë këtij dialogu do të sillte një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të deklaronin pozitën e tyre dhe interesat e tyre jetike në Kosovë dhe përpasoj edhe menjanimin e dialogut tashmë të përfunduar, sepse për mua Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se dialogu ka përfunduar në Vjenë për statusin e Kosovës. Me lëshimet që janë bërë në Vjenë
në lëshime kushtetuese për pozitën e minoritetit sërb dhe minoriteteve tjera në Kosovë. Janë lëshime të cilat nuk i ka bërë asë një vend tjetër europian dhe demokratik. Dhe natyrisht ato lëshime do të mbeten në fuqi sepse kushtetuta nuk mund të ndryshoj pa 2/3 e pakicave. Por, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj dhe besoj janë kundër çdo lëshimi tjetër, përveç atyre çfarë përcakton kushtetuta e Kosovës. Natyrisht, rekomandime dhe disa rregullime mund të bëhen, por pa cënuar as pak sovranitetin, Integritetin territorial dhe kushtetutën e Kosovës. Në këtë aspekt mendoj që është jo vetëm një hap pozitiv, por është një hap madhor në funksionimin e shtetit dhe në perspektivën e shtetit Kosovës. Së dyti, problemi që ekziston është njohja reciproke e të dy vendeve. Dhe kjo do të ndodhi. Do të ndodhi për shkak se në perceptimin tim Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përshpejtuar hapat për të vendosur autoritetin e tyre në disa vende të cilat kanë qenë satelite të Rusisë, por edhe të Kinës. Dhe vendosja e autoritetit të këto vende, Venezuela, Siria, Irani dhe vende tjera, ka dërguar mesazhe të qarta. Ka dërguar mesazhe të qarta dhe e dyta më krijon përshtypjen se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë parashikuar se janë para një riformatimi të rendit të ri botëror. Dhe riformatimi i rendit të ri botëror do të thotë duhet të jesh real ose duhet të bëhet mbi bazën e real politikës. Edhe ky dokument i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Kosovën bëhet në këtë kuadër, çka do të thotë njësoj si vendet të tjera, edhe Kosova është pjesë e interesit amerikan dhe do të jetë pjesë e projektit të arshëm të rendit botëror. Të falenderoj për këtë ndërhyrje, profesor. Lidhemi tani direkt me Novi Sadin, ku na pret zoti Nenad Çanak. Zoti Çanak, ju falenderoj që na u bashkuat. Thank you for inviting me. Zoti Çanak, diskutuam pak në studio për aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Kongresit Amerikan, ku Kosova edhe zyrtarisht bëhet pjesë e interesit strategjik të saj në Ballkan dhe në Europë. Pothuajse kanë kaluar disa javë nga ky moment, por doja opinionin tuaj, si është pritur ky fakt, ky akt në Serbi? It is very interesting that lot of Është shumë interesante pasi media shikojmë media në cilë është pro regjimit aktual të Vučićit, e cila ka qenë e impresionuar dhe ka qenë e lumtur kur Donald Trump i fitoi zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë tani po këto media janë duke sulmuar atë, duke e pandehur si një armik i botës. Mendoj se ky incident dhe çfarë ndodhi me presidentin e Venezuelës dhe bashkëshortës e tij, mendoj se kjo përhapi frikë mes njerëzve në regjimin e Serbisë dhe tani ata nuk dinë se çfarë të bëjnë. Ato kanë luajtur një rol të dyfishtë për 14 vite dhe kanë luajtur një politikë me dy karrige. Nga njëra anë merrnin para nga perëndimi dhe në ana tjetër nuk vendosnin ndonjë aksion kundër Rusisë. Ndërkohë tani ato nuk dinë se çfarë të bëjnë, sepse nga njëra anë ata shikojnë se duhet të reagojnë, por nga ana tjetër nuk e dinë dhe kanë frikë ta shpallin Rusinë si një armik të hapur. Nga ana tjetër ama, tani më kanë frikë edhe nga
reagim të mundshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe presidenti Vučić i ka dhënë deklaratat e veta dhe ka thënë se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushtojnë Grenlandës, Serbia nuk ka për të shkuar në luftë. Dhe tani ai ka frikë edhe nga perëndimi. Dhe kjo është një situatë ka ju humbet nga të dyja krahët. Kjo është çfarë po ndodh aktualisht. Dhe për shkak të kësaj situate, tani më Kosova nuk është më në fokus të interesave të regjimit. Sepse ata tani më kanë kryesisht frikë të ndikimit të mundshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës diku në rejon. Zoti Çanak, ajo çka më ka bërë përshtypje është që gjatë ditëve të fundit presidenti Vučić e ka shtuar retorikën kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe Turqisë, duke I akuzuar ata direkt si shtete që fuqizojnë ushtarakisht Republikën e Kosovës dhe kjo sipas tij është kundër konventave ndërkombëtare. Përse një qasje e tillë e presidentit Vučić ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Turqisë që I ka trajtuar me kujdes gjatë periudhës së drejtimit të tij politik të Serbisë? Çështja është këtu. Ai është duke përdorur këtë modelin universal të armiqve. Dhe Turqia është shumë e lehtë për tu përcaktuar si një armik për shkak të historisë. Duke qenë se Serbia ka qenë pjesë e perandorisë osmane për 400 vite. Dhe të gjitha këto të thënat flasin për pjesën e pushtimit turk gjatë atyre viteve. Dhe kjo është diçka e rrënjosur tek mendësia kombëtare e serbëve. Pra, me fjalë të tjera, për shkak të këtyre rrethanave është e lehtë nga ana e Serbisë të sulmojë Turqinë. Nga njëra anë. Nga ana tjetër, të gjitha këto gjërat janë retorika kundër NATO-s, sepse NATO-ja ka ndërhyrë në Serbi në 1999 dhe njerëzit e mbajnë mend mjaft mirë se çfarë ndodhi atëherë, si ka qenë situata atëherë me bombardimet. Pra, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani më janë pjesë të ashtu quajturit perëndimi djallëzor. Dhe në të njëjtën kohë kemi hipokrizi, sepse Bashkimi Evropian është duke sjell plot donacione dhe është duke I dhënë hua Serbisë. Dhe kjo është çfarë po ndodh aktualisht. Dhe kjo është arsyeja pse tani për tani Kosova nuk konsiderohet një çështje. Ose me fjalë të tjera nuk është në rallë të parë të armiqve, sepse të gjithë gjërat tek qija në Serbi, regjimi përpiqet që t'i shpjegojë vazhdimisht duke thënë se po ndodh një konspiracion ndërkombëtar kundër Serbisë. Ky është shpjegimi që po jep regjimi. Ndërkohë, zoti Çanak, ajo që të bën përshtypje është që ky akt I autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara në mënyrë eksplicite të nënvizuara nga mediat amerikane por dhe europiane është që nga Ballkani të largohen erërat e ftohta që vijnë nga Rusia dhe nga Kina. Si do t'i përcaktonit ju raportet aktuale të Rusisë dhe presidentit Vučić? Ato nuk kanë qenë të mira, kanë patur krisje, por si e keni parë ju ecurinë e javëve të fundit dhe perspektivën afatshkurtër të tyre? Well, it is this very moment is
one confusion. Tani për tani kemi një lloj konfuzioni, le themi, në politikën në Serbi. Kemi konfuzion sepse gjatë këtyre 2 javëve të fundit, pra gjatë patëm pushimet e Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri, qoftë për kalendarin Gregorian, qoftë për atë Julian, dhe me fjalë të tjera, asgjë nuk ka ndodhur hapkazi. Çdo gjë u mbulua me të gjitha këto kremtime të ndysme që ne patëm në Serbi. Dhe regjimi e ka përdorur këtë për të zhvilluar një lloj diplomacie sekrete, për të kuptuar se çfarë do të bëjmë me Nisin, me kompaninë e naftës në Nis. Sepse nëse Nisi nuk funksionon, Serbia do të vuajë nga një krizë e konsiderueshme energjetike. Dhe sanksionet e Nisi, nga fakti se Nisi është kryesisht pronë e Rusisë, dhe kjo do të thotë se ata duhet, kur them ata, e ka fjalën regjimin e Serbi, duhet të bëjë diçka nga ky fakt, ose ta kaloj atë në pronësi shtetërore, ose të blej atë gjë që rusët nuk dëshirojnë të shesin, pra pjesën e shumicës e aksioneve të Nisit, apo diçka të tillë, nëse ata duan që të shmangin një krizë energjetike e cila është duke ardhur për shkak të mungesës së lëndëve djegëse. Dhe në thelb, ky është problemi më urgjent, si të sillen tani. Nga ana tjetër ama, tani me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në të njëjtën anë. Dhe duke qenë se nuk janë më në të njëjtën anë, ju tani më shikoni se si regjimi në Serbi përballet me probleme. Sepse siç u thashë më parë, ata kishin 2 karrige, një në perëndim, një në Rusi. Tani më kanë një në Shtetet e Bashkuara, një e kanë për Bashkimin Evropian, një e kanë për Rusi. Dhe të tre këto janë në konflikt me njëra tjetrën. Dhe si të sillen dhe si të menaxhojnë marrëdhënien me këto 3 situata. Dhe tani me regjimi nuk e ka një përgjigje për këtë situatë. Ndërkohë, zoti Çanak, në daljen e tij të fundit, për sa i përket situatës gjeopolitike në rajon, presidenti Vučić deklaroi: Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nuk e krijuan aksidentalisht aleancën ushtarake mes tyre. Ata nuk e bën atë kundër Austrisë apo Hungarisë, por kundër Serbisë. Dhe her pas here ai kthehet kësaj marrëveshje ushtarake trepalçe. Cili është qëllimi i tij që her pas here e rinxjerr në skenë një marrëveshje ushtarake mes 3 shteteve, 2 prej cilave janë vende anëtare të NATO-s dhe i treti e ka NATO-n brenda në kuadër të KFOR-it që ruan kufirin sipas rezolutës 1244. Point is very simple. Vučić is keeping his power on është duke mbajtur pushtetin e vet në mënyrë ekskluzive, duke mbështetur tek frika. Dhe është shumë e lehtë që të shkaktosh frikë kur ke vende të cilat të rrethojnë javëqinje të tu dhe këto krijojnë aleanca ushtarake. Dhe kur e sjell në vëmendje duke thënë se kjo ndodh për shkak të Serbisë, dhe sigurisht që është për shkak të Serbisë, sepse këto shtetet janë sulmuar nga Serbia gjatë historisë së tyre të afërm. Pra, është diçka e natyrshme që këto shtete të krijojnë një lloj aleance ushtarake të kësaj natyre. Unë jam i dyshit me idenë që kjo aleancë ushtarake krijohet për të sulmuar Serbinë.
it is almost impossible. Kjo është thuajse pamundur. So I don't believe in that. Unë nuk besoj se kjo është krijuar për këtë arsye. NATO to attack Serbia at this very moment. I don't Dhe see that nuk shikoj ndonjë mundësi që NATO-ja të sulmojë Serbinë në këtë çast. Megjithatë, në Serbi ju keni një situatë shumë interesante. Aktualisht në mediat serbe nuk ka asgjë, krejtësisht asgjë në mediat serbe lidhur me situatën në Iran. Dhe revolucionin i cili është duke u zhvilluar në Iran, sepse me sa mund të shikoj unë, askush, as regjimi dhe as opozita në Serbi nuk dëshiron që t'i japi ide njerëzve dhe popullit në Serbi që të zhvillojnë dhe ata dhe të ndjekin hapat e Iranit për të pasur dhe ata një lloj revolucion të tillë. Sigurisht që Irani është pjesë e një konflikti global midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Dhe sigurisht që mbështetja ndaj protestuesve në Iran është e qartë. Dhe protestat të tilla janë të pamundura që të organizohen pa mbështetje nga jashtë. Kjo është e sigurt. Pra, unë mendoj se tani për tani regjimi ka frikë, janë nervoz dhe mendoj se po bëjnë çdo gjë të mundur për të sjellë paqe, le themi, në situatën në Serbi, duke vendosur sa më shumë që të munden frikë tek populli. Dhe ky frikë vjen nga armiqt ose armiq të huaj, pra aleanca ushtarake të vendive fqinje si NATO-ja, pra gjëra të tilla. Pra, duke thënë se mund të na ndodhja që ndodhi Venezuelës ose dhe nga armiq të brendshëm. Dhe këto janë persona të ndryshëm brenda Serbisë. Zoti Çanak, ju e thatë që nuk ka interes për momentin që të diskutohet çështja e Kosovës. Por përsa i përket dialogut Kosovë-Serbi, të cilin ju e njihni fare mirë, ai ka mbetur tek marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, të cilën presidenti Vučić e ka pranuar në parim, por nuk e ka nënshkruar, por a prisni ju një qasje tjetër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat në drejtimin e presidentit Trump e kanë vështirë që të luajnë rolin e violinës së dytë, por do të jenë protagonist absolut në zgjidhjen e çështjeve ku ata kanë personalisht interes strategjik. Dhe Kosova ka hyrë në interes strategjik të politikës të jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të politikës dhe të çështjeve të sigurisë. Çdo gjë që u thatë është e vërtetë. Megjithatë, kjo nuk është çështja numër 1 aktualisht në pjesën e politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si fillim, ata morën Venezuelën për shkak të një arsye shumë të thjeshtë. Jo sepse ka nevojë për naftën e Venezuelës. Sigurisht që Venezuela ka rezervat më të mëdha të naftës brute në gjithë botën, por morë Venezuelën në mënyrë që ata të mos eksportojnë naftën drejt Kinës. Dhe nëse ata nuk e dërgojnë më naftën nga Venezuela në Kinë, dhe nëse ata ndalën se ndalojnë dhe Iranin të dërguarit naftë të Kinës, atëherë Kina ka për të humbur 70% të burimeve të naftës së importuar. Dhe ky është qëllimi kryesor aktualisht. Dhe kjo është arsyeja pse Venezuela është në pushtim ushtarak, sepse mendoj se mund të quhen të tillë, edhe sepse në Iran aktualisht kemi një revolucion i cili është duke përmbysur regjimin aktual.
Sigurisht që unë nuk dua të them se jam impresionuar nga diktatura në Venezuela ose nga diktatura në Iran. Nuk kam duke folur për këtë gjë. Jam duke folur për pjesën e kohës, pra kur ndodhën këto dy ngjarjet, për pjesën e përmbysjes së regjimeve. Pra, për shkak të kësaj, unë nuk shikoj pse tani Kosova mund të kthehet dhe në një prioritet në pjesën e politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse Kosova tani për tani nuk është në qendër të ndodhive, sepse Kosova nuk ka det. Dhe dalja e det është diçka shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, është më lehtë për të imagjinuar që ata do të përpiqen që të ndryshojnë situatën më shumë në Maltezi se sa në Kosovë, sepse, siç ju thash, Kosova pra nuk ka dalje në det, nuk ka naftë bruto, Kosova aktualisht nuk është aq e rëndësishme. Dhe vetmi arsye pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani për tani, kur jemi duke folur, mund të ndërmarrë ndonjë veprim në Kosovë, mund të jetë për shkak të faktit se Serbia është një aleat shumë i afërt me Rusinë. Nga ana tjetër ama, Serbia është duke përmbushur qartazi çdo gjë që kërkohet të bëjë nga ana e Komunitetit Ndërkombëtar. Dhe tani për tani, unë mendoj se nuk do të kenë ndonjë veprim të drejtë për drejtë nga ana e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Në rajonin tonë. As ndërhyrje ushtarake, as ndërhyrje diplomatike. Thjesht nuk shikoj diçka të tillë. Zoti Çanak, ju jam shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet që ndat me ne. Ju falenderoj dhe fundjavë të mbarë në vazhdim. Zoti Bytyqi, shumë i qartë zoti Çanak në mënyrën se si analizon politikën e jashtme dhe gjeopolitikën nga këndvështrimi i qeverisë serbe. Është njëjti person që ka bërë analizën të shkurën, edhe analiza sot më është një real analizë. Sigurisht që zoti Çanak e njeh situatën në Serbi në mënyrë të shkëlqyer dhe ka mundësi që të analizojë në detaje. Ka aftësi dhe intuitën e nevojshme për të gjykuar dhe vlerësuar zhvillimet e situatave. Parimi përgjithshëm është se në Serbi politika vepron kryesisht për të forcuar pushtetin e saj të brendshëm. Dhe këtë parim e ritheksoi zoti Çanak. Është shumë e qartë se të gjitha qëndrimet, deklaratat dhe vendimet që merr presidenti i Serbisë janë në funksion të forcimit të pozicionit të tij në pushtetin serb, në shtetin e Serbisë, në struktura, në opinionin publik, dhe jo në funksion të ndonjë agjende të qartë që ai ka. Sigurisht, zoti Vučić prej 14 vitesh ka qëndruar, zoti Çanak tha në 2 ose në 3 karrike, por mendoj në 4 karrike. 2 në lindje dhe 2 në perëndim, por të cilat nuk janë e njëjta, janë të katërta kanë diferencat e tyre, kanë dallimet mes tyre, dhe përpasoj mendoj që qëndrimi në 4 karrike do t'i kushtoj dhe po i kushton presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, dhe kjo është dilema më e madhe e tij. Ai tani ka ardhur në pikën që nuk mund ta menaxhojë më një situatë të tillë. Deri tani e ka menaxhuar sepse Perëndimi ka besuar që mund ta tërheqë në mënyrë paqësore, në mënyrë demokratike në anën e tij, por fakti që sot Perëndimi është bindur se Aleksandar Vučić është problemi dhe jo zgjidhja e problemit, ne kemi të bëjmë me një ngërç të madh në Serbi, në kuptimin politik të fjalës,
Dhe besoj që Serbia do të jetë përpara një zgjidhje të prerë, ose me perëndimin, dhe kur them perëndimin kam parasysh kryesisht NATO-n dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo Bashkimin Evropian, ose me Rusin dhe jo jashtë saj. Në fakt, Vladimir Putin para pak ditësh e kërcënoi dhe u deklarua hapur se nuk do të jetë lojal në zgjidhjen e konfliktit për cilin zoti Çanak foli për kompaninë e naftës në Nish. Por shumicën e aksioneve e kanë rusët, dhe nëse ata nuk bien dakord për të shitur këto aksione me çfarë do lloj çmimi që mund të ofrojë dikush, atëherë Serbia hyn në krizë. Qartë. Të nderuar shikues, vetëm një hapësirë të shkurtër publicitare dhe me panelistë të tjerë do të vazhdojmë të analizojmë këtë çështje sa të mpret, aq edhe delikate. Do të jemi sërish së bashku vetëm pas pak çastesh.